Hello goca, erdha përsëri unë për t'ju treguar një tjetër outfit. Atje kemi këtë kombinimin e kësaj veshjes, të trikon këtu me fundin, pullover quajini sa çat doni, edhe këtë fundin gjithë që është me këto detajet e gjepave dhe me këto lidhse që bëjnë diferencën, që ngjajnë domethënë për mua, për mendimin tim, për shihetin janë ngjaj fashion, për ju se di, është i shkurtër pak, por duke qenë që ne firmave gjata na shkojnë këto pjesë të fundet e shkurtra, se po t'i veshim domethënë deri te gjuri ngjajmë si transvestit, jo për t'i ofenduar, po kështu ngjall, domethënë kur i vesh të tilla, mua s'm duket sikur ngjaj, sikur kesh halën e gjatë, nuk ngjajnë fundet e gjata të mbi gjuhë të bukur, ose të duhet jenë gjata fare ose shkurtra. Nuk ka rrugë mesme sipas domethënë stilit tim. Dhe e kam fut brenda për të nxjerr pjesën e belit në pa. Edhe kështu domethënë është një kombinim shumë i thjeshtë, fundi nuk është shumë i ngushtë, nga të prerët e ngushta fare, por edhe shumë i gjerë jo, pra që të theksoj pjesën e poshtme. Kjo është një kombinim shumë i thjeshtë, unë nuk paravishem domethënë ekstravagante, janë kombinime shumë thjeshta. Kemi bërë edhe këtë makjazhin e thjeshtë, krem me faktor mbi 50 faktor, sepse dielli të krijon rrudha dhe unë e përdor mbi 50 faktor gjithmonë. Rashi është vranë, është diell, çfarë do që të jetë, unë përdor krem me faktor. Kemi shtrih edhe flokët, pavarësisht se na hapen këto antenat se janë flokë të reja, po nejse. Çdo e mirë ka një të keq, çdo e keq ka një të mirë. Që do të thotë ka njerëz që kanë shumë flokë dhe vuajnë, se të hapen, ka njerëz që kanë dyqime dhe të ndyrosura që ju palosen. Kështu që secili ka tipologjinë e flokët vet dhe s'du t'i paragjykojmë njerëzit. Nuk është se kam dalë t'ju mësoj juve, sepse ju dini të visheni, por çdo njeri ka stilin e vet të veshurit dhe pse jo ne të ndajmë domethënë mënyrën se si vishemi, stilin ton, për të ndarë me njerëzit, dhe në momentin që njerëzit e shikojnë një bluzë, një palë pantallona, një palë pus, ku diun, pastaj shkon dhe i blejnë. Kjo ku ka më mirë se 3 shpitallet, kesh telefonin, shikosh një njeri që të ekspozon veshjet, s'ka më mirë se ka, kështu që ju push, si ju duket veshja ime, më lini përshtypjet.